plaga me thik e një adoleshenti. Ishte vetëm 13 vjeç dhe vjen në urgjencën e QSUT-s me një tension, me hipotension. Një krua shtatzan në 20 jashe, në tremujorin e dytë, që për fatin e saj të keq u diagnostikua me kancer stomaku. Nëna doli mirë, po për herë të parë vura re sado që nëna u zgjua të gjithë qanin, sepse mendoni çfarë do ndodhi në të ardhmen. Çfarë ndjesi është, doktoresha, që ti jesh në një sallë tetor me një fëmijë ku ti ndjen fëmijën si të jetë fëmia jote në ato momente dhe kërkon të japësh zgjidhje? Nuk është vetëm protokoll, është humanizëm, është përvojë. Prindërit e mi thoshin që punën bëj gjithmonë me ndershmëri dhe për pacientë kujdesu sikur ai të jetë pjesë e familjes. Dhe them që kjo është humane, ka qenë si atëherë kur ne ishim fëmijë, po tani më duket që ka shumë vlerë.